Edhe në Universitetin e Shkodrës, Luiç Gurakuqi nisi sot viti i ri akademik 2025-2026. Në ceremoninë e zhvilluar në ambientet e universitetit morën pjesë ministri i Arsimit Mirela Kumbaro dhe kryebashkiaku i Shkodrës Benet Beci, të cilët përcollën mesazhe inkurajuese për studentët e rinj dhe trupin akademike. Në fjalën e tij, rektori i Universitetit Tonë Ngjuraj u ndal tek projektet e reja, të cilat do të jenë një faqe e re për zhvillimin e këtij universiteti. Është kënaqësi të jemi sot këtu në një prej institucioneve më të hershme të arsimit të lartë në Shqipëri, që bart mbi supe një traditë të pasur kulturore, qytetare dhe intelektuale. Jam i bindur se ka ardhur koha për një fazë të re të Universitetit të Shkodrës Luiç Gurakuqi. Së pari, duhet të mbledhim, të sistemojmë dhe të ekstraktojmë gjithçka të mirë nga tradita e universitetit tonë në funksion të projektit të zhvillimit. Së dyti, Universiteti i Shkodrës duhet të ndërtojë profilin, identitetin e vet në kontekstin e ri. Së treti, duhet të marrim formulën dhe zgjidhjet më të avancuara të modelit të universiteteve anglosaksone, ndërsa kryetari i Bashkisë Beci theksoi rëndësinë e bashkëpunimit të bashkisë me universitetin. Sot Shkodra po kthehet gjithmonë më tepër si një qendër rajonale. Dhe fakti që një universitet i tillë me traditë është në zemrën e Shkodrës, e bën atë absolutisht të nevojshëm që të ofrojmë universiteti për qytetin, bashkia për universitetin, në këtë lidhje, kushtet dhe mundësitë më të mëdha që universiteti të rritet ashtu siç po rritet dhe po kthehet në një qendër rajonale të qytetit. Profilizimi i universiteteve si dhe rishikimi i ligjit për arsimin e lartë do të jenë në fokusin e qeverisë, bëri të ditur ministra Kumbaro. Ka ardhur koha për të rishikuar ligjin e arsimit lartë. Standardet e cilësisë do të sigurohen në përputhje me zonën europiane të arsimit dhe të kërkimit shkencor, duke bërë që diplomat tuaja të vlerësohen globalisht dhe ju të keni më shumë mundësi për mobilitet akademik dhe profesional. Kam kënaqësi të ndaj një lajm inkurajues që ka të bëjë me rritjen e dukshme të mbështetjes për kërkimin shkencor. Vetëm nga viti 2021 deri në vitin 2024 dhe në vazhdim të paktit me universitetet, fondi për kërkimin shkencor është rritur 5 herë. Ndërsa përshëndetje të pranishmit edhe studentja e vitit të parë të këtij universiteti, Gjulia Krahi. Zholla të studioj në degën e matematikës, sepse matematika është pasioni im, është një degë që të sfidon intelektualisht, por ofron edhe mundësi punësimi në të ardhmen. Ministra e Arsimit Mirela Kumbaro në fund të ceremonisë dhuroi edhe një tufë me lule për pedagogun më të vjetër të Universitetit të Shkodrës, Fatmir Vadai, në shenjë respekti për kontributin e dhënë ndër vite.